Kryeministri Rama inspektoi Eagle Stadium në prag të koncertit të Kanye West më 11 korrik, duke theksuar se shteti ndërhyri me 4 milion euro për të garantuar mbarvajtjen e këtij eventi kolosal, i cili sjell spektator nga 80 shtete. Rama u shpreh se kjo ndërhyrje është një investim për ekonominë e kryeqytetit dhe imazhin e Shqipërisë, duke hedhur poshtë kritikat mbi koston. Është një event i organizuar tërësisht nga grupi privat, partner, shqiptar, gjerman, turq, që kanë marrë përsipër gjithë të ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro, siç thonë sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga Australia, 80 shtete, dhe janë më shumë, deri tani që flasim, më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhen për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit. Sepse ata mira njerëz sjellin një impakt ekonomik të menjëhershëm, por sjellin dhe një impakt ekonomik hap pas hapi. Ajo finalja e Conference Ligës na solli ne gjitha dhe bum turistësh nga Hollanda dhe nga Italia. Ja, këto janë eventet sepse bota